Mirë se erdhët në episodin special pas finales të She's on Top të dashur miq. Jemi në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Sot ne rikthehemi me finalistat tona, me fituesit e çmimeve, sigurisht me atë që dhe fitoi She's on Topin ton dhe opinionisten ton Ida Nurçe. Mirë se erdhe përsëri. Sot kam kënaqësinë të kem marrë në një episod special. Mund të kemi vetëm Nikon ton. Nuk e di sa e kam ndëruar këtë moment. Si jeni? Sa të bukur. Mirë se na erdhe. Nuk kishte si të mungoje në këtë Po në këtë përmbledhjen tonë. Erdhi fituesja. Fituesin ne gjithmonë e kemi ditur. Po edhe unë mendoj që fituesi ka qenë Niko, i padiskutueshëm. Më falo. Çajta e Kemi disa gjëra që të gjithë bien dakord. Finali nuk duhet çaj edhe këtu klut. Jo. Lotët E kemi lënë për pak më vonë. Finalja patjetër kaloi, por emocionet akoma ndihen, të paktën për mua, besoj edhe për vajzat. Pa humbur kohë, duam të kalojmë te fituesja jon, tek Negisa. Përshëndetje Negisa. Përshëndetje. Mirë se na erdhe përsëri. Mirë se ju gjeta. Si po ndihesh? Si të kanë gjetur këto ditë edhe cili ka qenë mendimi i parë pasi ke dëgjuar emrin tënd si fituese? Realisht jam shumë e lumtur dhe shumë mirënjohëse për produksionin. Kemi bërë një punë jashtëzakonisht bukur dhe jam përkushtuar 100% kësaj gare dhe kam dhënë maksimumin tim. Jam shumë krenare për veten time që arrita deri këtu ta fitoj këtë garë. Jam patjetër falënderuese dhe shumë mirënjohëse të gjithë stafit, të gjithë produksionit, juristë jashtë mase që na kanë qëndruar pranë edhe në ato anët tona që kanë qenë si debules, le të themi, ose që nuk kemi qenë të sigurta tek vetvetja. Jam jashtëzakonisht shumë falënderuese. Patjetër. Çfarë ke fituar tjetër ti si Negisa përveç fitores në këtë eksperiencë She's on Top? Kam fituar dashurinë e publikut, kam fituar një eksperiencë jashtëzakonisht shumë të bukur që ka qenë një mix ndjenjash në të gjitha xhirimet, episodet, një eksperiencë e re për mua që unë nuk e kisha provuar më parë. Kam njohur njerëz shumë të mrekullueshëm, që janë shumë punëtor dhe që janë inspirues për ne. A e prisje që do ta fitojë Negisa? Me thënë të drejtën, normal që e prisja, por Me thënë të kur isha në garë, nuk e di pse pata një lloj frike se nuk do ta fitoja. Sidomos kur mora çmimin si showgirl, aty thash, Po pse kë mendoje si konkurrente shumë të fortë që mund ta fitonte, që mund të ta merrte çmimin nga duart? Nuk e di, aty situata u bë shumë doli jashtë pritshmërive të mia. Po pse si prisje ti të hape, ta fitoje ti dhe t'ikni? Jo, prisja disa goca tjera që t'ishin finaliste. Dhe ndoshta mendoja se Amelia mund Finaliste keni qenë pranë top 500, patjetër që e ke pritur. Por në momentin e finales, pra momentin që ti ke dëgjuar emrin tënd, nëse nuk do ishte ti, çfarë do kishte qenë pra? Në ato momente para. Po mendoja se Amelia do ta fitonte. Po. Amelia nuk ndodhet Një momentalisht. pyetje, për shembull, nga që the mund të ishin vajza të tjera. Po, finaliste. Po, domethënë ti do hishe njërin nga ato që ishin xa finalistë dhe do mendoj se do të ishe dikush tjetër në vendin e tyre? Jo, mendoj që vajzat që ishin e meritonin. Pra në top 500. Për top 500. Okej. Është e zgjuar e më. Asi për top 500. Te kap. Po gjithsesi të urojmë suksese. Shumë faleminderit. Mendoj që e ke merituar. Unë ta kam thënë gjithmonë që je vajza e çiltër, je nga të paktat goca të çiltra të edicionit. Shumë Më faleminderit. pëlqen që je e drejtë për drejtë, i thua gjërat siç i mendon. Çfarë keni thënë si Po jo, nga të pakta, domethënë për kë ishte kjo sponda për shembull? Po tani ku ti djeg le ta mbaj. Edhe mendoj që realisht e ke merituar fitoren. E vlerësoj jashtë masa. Je përqendruar komplet te gara. Padyshim që do doja edhe Sui ta fitonte. Jeni dy favoritet e mia, përveç Ingridit, meqenëse është Ingridi. Ingridi e morri shpinën më të bukur, kështu që Ingridi doli mirë, kur e mendon. që po na sheh E meritonte, se me të vërtet ishte një konkurrente shumë e fortë.
edhe me thënë të drejtën pa u largu Ingridi e kisha i çik frikën se Pra mund të frikën. Po nga që nuk ishte Ingridi ngar, nuk e llogarita, por mendoja që nëse unë nuk do isha, nëse unë nuk do isha fituese, mendoj që Ingridi do ishte fituesja e këtij edicioni. Thej që kur mori çmimin e Showgirl, mbase humbe shpresat, më duket pak si një nënvlerësim për çmimin e Showgirl. Jo, më pëlqeu shumë si çmim, por unë nuk e kisha idenë se si funksiononte. Mendoja që vetëm një çmim mund të marrim. Të gjitha vajzat, kur pash pastaj që vajzat e tjera morën nga 2 çmime. E para që mori çmimin. Po, pastaj fillova të qetësoja pak, por që një moment të pata një lloj stepje, le të themi. Se për mendimin tim çmimi Showgirl është një nga çmimet më kryesorë. Jo, normal që u lumturova, por kishte marrë dhe Gjonilda për shembull të ishte akoma. Mos ma përmend se e kam parë në hapur. Prandaj ta përmend. E salutoj, mos e kishte Kështu që jam pafund mirënjohëse dhe falenderuese Top Channel, të gjithë produksionit, të gjithë stafit të Shizon Top që dhe kur kemi pas ato tekat tona, na kanë mbështetur dhe na kanë kuptuar në maksimum dhe na kanë suportuar kaq shumë. Kështu që jam falenderuese pafund. Dhe të gjithë vajzave dhe konkurrenteve që kemi kaluar këto momente kaq fantastike bashk, që për mua janë të veçanta. Janë të veçanta. Mbas kësaj çfarë do bësh Onegisa, me çfarë do merresh? Tani un kam kontratën me Top Channel, kështu që do jem këtu dhe mendoj që ky është thjesht fillimi dhe unë do vazhdoj të jap maksimumin tim drejt kësaj rruge. Cilat janë aspiratat e tua, domethënë çfarë ke qëllim? Çfarë do doje? Ta marr pak veten nga kjo finale se jam shumë emocionuar dhe pastaj ti je më e qartë drejtimet e mia. A pse si e qartë akoma mi? Nëse është një rubrikë të cilën ti do doje ta zgjidhje nga ekzistueset. Do nga ekzistueset e rubrikave të së diell për shembull. Nëse nga rubrikat ekzistuese së së diell. Nëse ty do duhet zgjidhje një, cili do ishte ai? Në çfarë ti ke parë deri më tani? Nuk e di me thënë drejtë, nuk jam e qartë ende. Por mendoj që kudo që unë t'jem pjesë, unë do t'jap maksimumin tim ashtu siç bëra edhe këtë herë. Nëse do shkoje mbrapsht në ditën e parë të eksperiencës tënde në Shizon Top, çfarë do ishte ajo diçkaja që do doje t'i thoje vetes tënde? Tani që ndodhesh fituese, por një këshill ose një mesazh i bukur që Negisa do duhet ta. Me thënë të drejtën, unë e kam shijuar në maksimum gjithë periudhën që kemi pasur të gjithë këtë eksperiencë. Nuk kam pasur aq shumë emocione sa kam pasur natën finale. Pra në finale, po. As ditën e parë nuk kam pasur kaq shumë emocione, do doja që vetëm të hiqja ato emocionet që kam pasur dhe ato pasiguritë e mia dhe ta shijoja në maksimum sepse ishte finale dhe unë aty duhet isha super e qetë, por nuk isha dhe aq e qetë, por nuk ka problem, janë gjëra që ndodhin. Okej. Më fal, se unë thjesht I bëra presion psikologjik dje që mblidhe veten. Nuk e di sa herë ja kam përmeshur mblidh veten se nuk isha interesuar. Niko më tha mua mblidhe veten, pastaj e lçoj për veten. Me diferencën që unë doja që ta mblidhje veten se ishte në konkurim akoma. E kuptoj dhe e vlerësoj ashtmase. Të gjithë juria më ka dhënë për krahje. Tani me që jemi te juria dhe unë të kam thënë ty që ti je e drejtë për drejtë. Dhe këtë do ta vazhdojmë patjetër në pjesën e dytë të Shizon Top Club dhe do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10 të dashur miq.